E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për të mirat e panumërta që na ka dhënë. E padyshim se mirësia më e madhe është udhëzimi në Islam. E falenderojmë të madhin Zot që na ka tubu sonte këtu në xhami, që është shtëpi nga shtëpiat e Allahut subhanahu wa ta'ala, për të përkujtuar njëri tjetrin në lidhje me ato gjëra që na bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe lutim Allahun xhelle shanuhu që të ngrihemi nga ky tubim dhe ne kemi përfituar diçka, dhe lutim të madhin Zot të ngrihemi nga ky tubim me mëkate të falura. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam ka thënë, nuk e falenderon Allahun xhelle shanuhu i cili nuk e falenderon njerëzit. Dhe unë do t'ju falenderoj përzemërsisht që jeni sonte këtu në xhami në këtë takim tonin, dhe do të falenderoj gjithashtu imamin tuaj Hoxh Halilin për këto organizime të dobishme. Sikurse e ceku, tema ka të bëjë me një thënie të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që e përcjell tek ne Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kur thotë: "Igtanim khamsan qabla khamsin", shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Shfrytëzoje jetën para se të vinë vdekja, rinin para se të vinë pleqëria, shëndetin para se të smuresh, kohën e lirë para se të jesh i zënë, dhe pasurinë para se të sprovohesh me varfëri. Dhe me të thënë të drejtën, më pëlqeu përzgjedhja e temës dhe mënyra si e kish ndarë, ku çdo javë trajtonte një nga këto mirësi që Zoti na ka dhënë. Dhe më tha, ndoshta kam qenë nga të parët që më ka telefonu, hiq këtë dytën, tha që rinin derisa të plakesh, të tjerat më zgjedhësh çfarë dush. Thash, le të zgjidhin të tjerët dhe mbledh mua çfarë dush. Dhe më shkruajti, më tha, do të flasim për shfrytëzoje jetën para se me u plak. Pra se me të ardhë vdekja. Okej, e kishim lënë për nesër mbrëmë, por duke qenë se kemi një aktivitet në Pallatin e Kulturës në Rogozhin, ju falenderoj për mirë kuptimin dhe elhamdulillah do të mundohemi ta ezarojmë sonte brenda mundësive dhe hapësirës kohore që kemi normalisht pa u të izgjatur. Nëpërmjet këtij hadithi, profeti sallallahu alaihi wasallam na nxit me i shfrytëzu ato begati dhe mirësi që t'i ka dhënë i Madhi Zot. Sepse ato nuk janë të përhershme. Vjen një moment ku nuk i ke më dhe do të doje që të riktheheshin, por diçka e tillë është e pamundur. Sikur se është jeta e njeriu. Allahu xhelle shanuhu atë e jep një herë dhe nuk ka rikthim më në këtë botë. Në kuptimin që të bësh vepra të mira, të falesh namazet, të agjërosh etj. Jo, ringjallja është për diçka tjetër, për me marrë frutet e asaj që ti ke vepruar në këtë botë kalimtare. Nëse ne do të shohim versetet kuranore dhe hadithet profetike, na nxisin pikërisht në shfrytëzimin e të mirave, mirësive që na ka dhënë i Madhi Zot, në punë të mira. Thot Allahu xhelle shanuhu në Kur'an: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin." Garoni, nxitoni në vepra të mira
dhe në fitimin e xhenetit, gjërësia e cilit është sa gjërësia ndërmjet qiellit dhe tokës, i përgatitur për të devotshmit, Dhe thot gjithashtu i madhi Zot, fastabiqul khairat, nxitonin punë të hajrit, nxitonin vepra të mira. E në këtë rast profeti Ali sa po thot, shfrytëzoje jetën para se të vijë vdekja. Shfrytëzoje jetën para se të vijë vdekja. Nëse do të shohim këshillat profetike, evidentojmë atë që njihet se është nga të veçantët që janë dhuru profetit alayhis salam. Fjalët e pakta, por kuptim plotë. Shfrytëzoje jetën para se me vdek. Dhe nëse do të shohim bukur e tha Hoxha, 4 të tjerat që të gjitha janë pjesë e jetës. Rinin para se me u plak, pasurin para se me u varfëru, kohën e lirë para se me qenë i zan, shëndetin para se me u smur, që të gjitha këto janë pjesë e jetës. Në rastin konkret thotë shfrytëzoje jetën para se me ardhë vdekje. Vdekja është një realitet i hidhur. Çdo kush nga ne do ta përjetojë vdekjen. Ajo që nuk dihet është kur është momenti i vdekjes. Allahu xhelle shanu thot në Kur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo njeri do ta shijojë vdekjen, çdo gjallëz do ta shijojë vdekjen. Dhe thot i madhi Zot, kullu men 'alayha fan, o yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjallëz është e përkohshme, do të zhduket, dhe i përjetshëm është vetëm Zoti jot, i madhërisëm dhe bujar. Dhe thot Allahu xhelle shanuhu, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. O Muhammed, ti do të vdesësh, edhe njerëzit e tjerë kanë me ndru jetë. Dhe thot Allahu xhelle xhelaluhu, ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, afa in mitna fahumul khalidun. Ne asnjë njeri para teje nuk i kemi bërë që të jetë i përjetshëm. A thu vallë, nëse ti o Muhammed ndron jetë, dikush tjetër do të jetë i përjetshëm? Jo Allah. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Thuaj, vdekja që ju po tentoni me ikë prej saj, një ditë do të arrijë tek ju. Pastaj që gjithë do të paraqiteni tek Allahu xhelle shanu që e din të fshehtën dhe atë që e punon haptazi. Për t'ju shpërbly, për çfarë? Për atë çka ju keni vepruar. Einama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujil mushayyada. Kudo që të jeni, thot Allahu xhelle xhelaluhu, vdekja do të arrijë tek ju. Edhe nëse banoni në shtëpia që janë të fortifikuara mjaft mirë, të mbrojtura mjaft mirë. Dhe thashtë alayhi salatu wassalam, akthiru min dhikri hadimi ladhat, përkujtojeni shpesh atë që ju aprish kënaqësitë e kësaj bote, pikërisht vdekje. Dhe i drejtohet me leku Xhibril duke i thënë, o Muhammed, ishma shi'ta fa innaka mayyit, jeto sa dush ke me vdek një ditë. Duaje këtë dush, do të ndahesh prej tij apo prej saj. Dhe për çfarë dush, një ditë do të japësh llogari për veprat tuaja. Vdekja është para nesh. Imam Aliu radiallahu anhu ka thënë në një thënie të tij se dynjaja po largohet prej nesh dhe ahireti është duke afru. Dynjaja po largohet dhe ahireti është duke afru. Se i cila për tyre ka njerëzit e vetë. Janë njerëzit e dynjës dhe njerëzit e ahiretit. Pra, një kategori e përkushtuar me dynjën dhe një kategori e përkushtuar me ahiretin. Pastaj tha, zgjidh të jesh prej tyre, prej njerëzve të ahiretit, prej tyre që synojnë botën e përtejme, dhe mos zgjidh të jesh prej tyre që synojnë jetën e kësaj bote. Pastaj tha, sot ka vepra e nuk ka llogari.
Dërsa nesër pra në jetën e përtejme ka llogari, por nuk ka më punë. Ka llogari, por nuk ka më punë. Shfrytëzoje jetën para se të vijë vdekja. Jeta është pikërisht koha që ne jetojmë në këtë botë kalimtare. Është kapitali më i çmuar që Zoti xhelle xhelaluhu i jep njeriu. Dhe me këtë kapital besimtari investon, bën tregti, bën biznes. Me krijuesin e gjithësisë, me kuptimin e mirë, me kuptimin e pranuar fjalës biznes. Thot Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an: o ju që keni besu, hel edullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. O ju që keni besu, a doni t'ju tregoj për një biznes që ju shpëton nga një dëshkim i madh? I besoni Allahu xhelle xhelaluhu o rasulih dhe përpiqeni në rrugën e Zotit xhelle xhelaluhu me vetët tuaj dhe pasurinë tuaj. Kjo është më e mirë për ju se sa ajo çka grumbulloni për pasurinë e kësaj bote. Apo si thot Allahu subhanahu wa taala. Aq kohë sa njeriu mundohet që jetën e tij ta kalojë në vepra të hajrit që janë dobishme, aq kohë ja ka ekspozuar veten e tij shpërblimeve nga i madhi Zot xhelle xhelal. Dhe aq kohë sa ai privohet nga adhurimi i Zotit, nga veprat e mira, e ka privu veten e tij nga sevapet dhe ja ka ekspozuar veten e tij dëshkimit të Allahut xhelle xhelaluhu në raport me atë që ai kalon pra në mëkat. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas. Dy mirësi janë që njerëzit shumë mashtrohen e to. Dy mirësi janë që njerëzit shumë mashtrohen e to. Cilat janë këto mirësi? Tha profeti alayhi salatu wasallam: as-sihhatu wal farag. Ato janë shëndeti dhe koha e lirë. Këto dy mirësi njerëzit mashtrohen mjaft. E ka shëndetin, e ka këtë pasurit shmuar, mirë, për nuk ja din vlerën asaj. Vjen një person dhe po ja ankohet dikujt nga të parët tanë të mirë se jam dobët në aspektin ekonomik. Po i thot ky dietar, thot or filan, sepse e shikonte, mashallah, nëse do t'i jap 100.000 dinar, a më jep syt tuaj? Tha jo, Allah, kurrën e kurrës. Tha okay. Nëse do t'jap dhe 100.000 të tjera, a më jep veshët? Po t'jap 100.000 dinar. Thot kurrë jo. Thot po t'jap edhe 100.000 të tjera, a më jep këmbët? Thot zban vaki. Tha subhanallah, vetëm me këto 3 gjëra bën 300.000 dinar, shumë. Po sa të mirë na ka dhënë Allahu. Sa të mirë na ka dhënë Allahu. Nuk ja din kimetin shikimit vetëm se i verbër. Nuk ja din kimetin dëgjimit vetëm se ai që është shurdh, nuk dëgjon. Nuk ja din kimetin këmbëve vetëm se ai që është i paralizuar. Nuk ja din kimetin mendjes vetëm ai që nuk e ka, nëse do ta kishte, do të jepte gjithë, pra do të ishte në razi të jepte gjithçka vetëm që ta kishte ky person. Pra me këto dy gjëra njerëzit mashtrohen mjaft. As-sihhatu wal farag, dhe koha e lirë. Koha e lirë është një çështje që të gjithë ne e neglizhojmë, që të gjithë ne nuk e vlerësojmë siç duhet. Ne kalojmë shumë kohë në çështje që nuk janë dobishme. Ndoshta duke parë një ndeshje sporti, kalon 90 minutë që sa shpejt që iku.
Ka prej nesh që ndjekim telenovela 45 minuta për 1 orë dhe me zore pret vi e nesër apo dita ku të shfaqet seria e radhës. E kështu me radhë. Disa e kalojnë ditën në kafe, disa duke luajtur dominat, disa duke luajtur letrash, disa në vendet e tjera, mirë për koha ikën. Dhe ajo çka ikën, është jeta jonë. Është jeta jonë. Hasan el Basriu, Allahu mëshiroft, ka thonë, o njeri ti je një grumbull ditësh. Çdo ditë që ikën një pjesë nga jeta jote. Ja kjo ditë që na iku sot, data 14 shkurt, dita e shtunë, nuk vjen më deri në kiamet. Nuk përsëritet më, iku kjo ditë. Ajo çka ndjen janë veprat tona që ne kemi vepruar. Ato shënohen me përpikmëri. Dhe duhet që njeriu t'i shfrytëzoj këto mirësi që ka dhënë Zoti xhelle xhelaluhu në atë çka i bën dobi atij në dynjan dhe në ahiretin e tij. Allahu xhelle xhelaluhu thot në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse do tentoni me i numëru të mirat që ju ka dhënë Zoti juaj, kur nuk do t'i kufizoni në numër. Ai të mira na ka dhënë i madhës. O na ka dhënë shneti. Po na ka dhënë ushqime shumë llojshmëri ushqimesh. Po na ka dhënë një streh ku fut kokën bashkë me familjarët e tu. Po të ka dhënë bashkëmbajtjen, po të ka dhënë familjen. Ka dhënë logjikuarit. Ka kriju çdo krijesë dhe vetëm ai është krijues dhe që të gjitha i ka dhënë dispozicionin tonë. I ka dhënë dispozicion njeriu. O khalaqa lakum ma fil ardi jamia. Allahu ka kriju për ju gjithçka që ekziston në tokë. Të mirët pa numërta nuk mundesh me i numëru. Na ka sjellë në këtë botë, me jetu në këtë botë. Dhe ne nuk kemi ardhur kot në këtë botë, por jemi në provim. Allahu xhelle xhelalu thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu xhelle xhelalu është ai i cili e ka kriju jetën dhe vdekjen për çfarë? Për t'ju sprovu. Kush do të bëjë vepra më të mira? Pra na tregon Zoti xhelle xhelalu se qëllimi i ekzistencës tonë në këtë botë është vepra e mirë. Që të gjithë njerëzit në këtë hapësirë që jemi, në këtë nënqiell që ndodhemi, jemi në një sallë të madhe duke dhënë provim. Kështu duhet ta konsiderojmë jetën. Ku shkruhet dhe regjistrohet gjithçka dhe në fund pritet rezultati. Pritet fruti i rezultatit. Ne duhet jemi të vetëdijshëm se gjithçka regjistrohet, shkruhet. I Madhi Zot thot në Kur'an: "Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Nuk ndodh që njeriu të flasë ndonjë fjalë vetëm se pranë tij është përcjellsi, i përpik. Pra janë me lajke që shkruajnë. Kiramen katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiramen katibin, pra me lajket të cilët e din atë çka njerëzit veprojnë. Ne duhet të matim e mirë. Çfarë jemi duke punu? Duhet të kuptojmë qëllimin e ekzistencës tonë në këtë botë kalimtare. Duhet të kuptojmë realitetin e kësaj jete. Jeta është e shkurtër. Ahireti është pa mbarim. Pra jeta e përteme nuk ka fund. Dhe Zoti na ka sjellë në këtë botë
me bë vepra të mira, me mbjell këtu që të kemi çfarë me korr atje. Kemi çfarë me korr, pra me shiju frutet në jetën e përtejme, në jetën e përtejme. Dhe nga veprat më të mira, kur flasim për veprat e mira, dihet cilat janë ata. Bazikat janë shtyllat bazë të fesë islame. Shahadeti, besimi pra se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu xhelle xhelalu dhe se Muhamedi është më rob dhe i dërguar i tij. Falja me kujdes e 5 kohëve të namazit. Agjërimi i muajit begat Ramazanit, në prag të cilit ne ndodhem dhe lutim Zotin na i mundsoj të arrijmë dhe të agjërojmë këtë muaj. Nxjerrja e zakatit pasurisë, nëse i plotson kriteret, dhe një herë në jetë me shku në haxh. Nëse i ke mundësit, qofshin ato fizike, qofshin ato ekonomike. Imam Zot xhelle xhelalu thot në Kur'an: "Innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyya." Me të vërtetë ata që kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira, ata janë krijesat më të mira tek Zoti xhelle xhelalu. Janë krijesat më të mira tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot i madhi Zot: "Innal ladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dhalika al-fawzu al-kabir." Me të vërtetë ata që kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira, shpërblimi për ta do të jenë xhenetet në të cilat rrjedhin lumej, ku do të jenë për gjithmonë, dhe padyshim se kjo është fitore e madhe, kjo është shpërblim shumë i madh. Dhe thot Allahu xhelle xhelalu: "Innal ladhina amanu wa amilu salihat wa aqamu salata wa atu zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Me të vërtetë ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, e falin namazin, e nxjerrin zakatin e pasurisë tyre, atyre u takon shpërblimi tek Allahu xhelle xhelalu dhe ata nuk kanë se të frikohen dhe nuk kanë se të dëshpërohen. Men amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kush bën vepra të mira, burr apo gru, duke qenë besimtar, ne do t'ia mundsojmë atij një jetë mirë në këtë dunjë. Po çdo me ato që bëjnë të kundërtën. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Thot Allahu xhelle xhanu, kush ja kthen shpinën argumenteve të mia, kush ja kthen shpinën rrugës Zotit, përmendje Zotit, ai do të ketë një jetë vështirë. Dhe në ditën e Kiametit do të ringjallën të verbër. Do thot: "O Zoti im, pse më ringjallën të verbër? Dhe unë isha që shikoja në dinjë." Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Në këtë mënyrë ty të erdhën argumentet e mia dhe ti harrove ato. Wa kadhalika al-yawma tunsa. Dhe në këtë mënyrë sot je i harruar, pra Allahu xhelle xhelaluhu me drejtsinë e tij të ndeshkon në ahiret. Allahu na ruaj. Se i cila prej tyre, thot Imam Aliu, pra ka njerëzit e vetë. Dynjoja ka të vetët, ahireti ka të vetë. Zgjidh prej kujt do të jesh. Allahu xhelle xhelal nuk kërkon prej nesh që të jemi asket në dynjë dhe të largohemi prej të mirave të kësaj dynjë. Jo Allah. Por njëkohësisht nuk kërkon prej nesh që ne ta braktisim dhe të mos mendojmë për ahiretin. Thot i madhi Zot në Kur'an: "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah." Ola të nëse nasibëke me në dunja, me të mirat që të ka dhoni madhi Zot, përpiqu të fitosh ahiretin, dhe mos haro pjesën që takon nga kjo dynja. Mos haro pjesën që takon nga kjo dynja. Lezër, profeti Muhammed, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të, na ka thënë, ndër të tjera, se mosha e këtij ymeti, pra jetëgjatësia e ymetit profetit Muhammed alayhis salam, do të jetë ndërmjet 60 dhe 70. 60 dhe 70 vjet. Dhe po të shohim në përgjithësi kjo është mosha. 60-70. Dhe pak thot profeti alayhis salam, jeni pakicje e kalojnë, sikurse ka të tjerë që nuk arrin këtë moshë. Tani po të analizojmë këtë moshë,
vetë i dërguar alayhis salam ndroi jetë, çfarë moshe ndroi jetë profeti? 63 vjeç. Njeriu një jetë 8 orë, thot mjekësia 8 orë duhet i kalojë në gjumë. Që të ketë një shëndet të rregull. Të jetë mirë nga ana shëndetësore. 8 orë në gjumë. Rregullat që janë vendos i kërkojnë që 8 orë të jetë në punë. 8 orë të jetë në punë. Mbet një 8 orë tjetër që do ta konsiderojmë pushim. Pushim, angazhime të tjera që njeriu ka në jetën e tij. Nëse do ta ndajmë 63 në 3 pjesë, do të thotë që 21 vjet i kalon gjumë. Apo jo? 21 vjet të tjera jenë punë. Se 8 orë. Qartë. Në met dhe 21 të tjera, në met kjo moshë 21 vjeç. Kjo moshë 21 vjeçare, po të kemi parasysh çfarë thot profeti alayhis salam, apo mësimet fetare na thonë se njeriu nga mosha 1 vjeç deri në moshën 4-15 vjeç nuk merret në përgjegjësi. Nuk merret në përgjegjësi. Atëherë në mesin 5-6 vjet. 5-6 vjet. Zoti Gjellëshanu për çfarë na ka kriju ne? Që ne ta adhurojmë atë. Pra jemi kriju për ibadet, flasim vet hoxha, vet muftiu, flasim literaturë islame për ibadet. Ama po ta shohësh, ta analizosh se sa vjet njeriu kalon në ibadet, vallahi është një pakicë shumë e vogël. Një pakicë shumë e vogël. Nëse do të marrim namazin ditën dhe natën, 24 orë, po të themi një gjysmë ore. Një gjysmë ore. Nëse do t'i llogaritësh me vite, mund të jenë 2 vjet, 3 vjet, maksimum 2 vjet, që mund të quhet me fjalë që ti jetë duke bën ibadet, duke bën adhurim të tjerë. Edhe nena ka kriju Zoti, pikërisht që ne ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe ahireti, fitimi i ahiretit. Pra fitimi i jetës përjetshme ka të bëjë pikërisht me atë çka ne veprojmë në këtë botë. Ka të bëjë me atë çka ne veprojmë në këtë botë. Pra sa që përgjënë. Allahu Gjelle Gjelaluhu ne na ka kriju që ta adhurojmë atë dhe nuk ka nevojë për adhurimin ton, por jemi ne që kemi nevojë për adhurimin e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Njerëzit në kuptuarit e jetës ndahen në 2 kategori. Kategoria e parë janë ato të cilët e kanë kuptuar se kjo jetë është një urë lidhëse që na çon në ahiret, në jetën e përtejme. Dhe mundohen që të bëjnë sa më tepër vepra të mira, të cilat do ta shoqërojnë njeriu në ahiret dhe do të ketë pranë vetes. Kjo është një kategori, elhamdulillah, që janë besimtarët, e kanë kuptuar realitetin e kësaj jete. Është një urë lidhëse e cila na çon në jetën e përtejme, në ahiret. Dhe mundohen ku janë veprat e mira, të zbatojnë ato obligimet fetare, largimi prej harameve etj. Dhe mundohet që këto të mira, inshallah, të ketë në varr, të ketë ditën që do të dali para të madhit Zot Gjellëshanu, si sot Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, yawma idhi yasduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum. A ditë njerëzit do të ringjallen, do dalin prej varreve të tyre, e shtatë grupe. Për çfarë? Për të parë, për të njohur me veprat e tyre. Pastaj thotë: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Kush e vepron një vepër të mirë, qoftë sa një thërmi, do ta gjesh përblimin e saj. "Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Dhe kush e vepron një vepër të keqe, qoftë sa një thërmi, edhe ai
do ta gjejë atë kur dali para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, kjo është kategoria e parë. Kategoria e dytë janë ata të cilët janë zhytur në mëkate, në gjunohe, janë zhytur në jetën e kësaj bote dhe e kanë harruar jetën tjetër. Janë zhytur në jetën e kësaj bote, e kanë harruar ahiret. Hajnë, pinë, shumohen, flenë, e tjerë, mirë po, nuk mendojnë çka është besimi në Zot, nuk mendojnë çka është namazi, çka është zekati, çka janë obligimet fetare, çka janë të ndaluarat e fesë, e harron se Zoti e ka kriju që t'i bëjë ibadet, o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Njerëzit dhe xhinët nuk i kam kriju vetëm që të madhrojnë mua, e harrojnë këtë. Thot Allahu Jelle Jalaluhu, e fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayhi la turja'un. A menduat ju se ne ju kemi kriju kot dhe nuk jeni më u kthyer tek ne? Për këtë kategori Allahu Jelle Jalaluhu ka folur mjaft në Kur'an, me qëllim që të reflektojnë sa janë në këtë botë, të reflektojnë sa janë në këtë botë. Kthehen rrugën e Zotit Jelle Sha'nuhu, heqin dorë nga mëkatet. Të mendojnë se ajo çka i shoqëron në jetën e përteme nuk janë vetëm se veprat e tij të mira, siç thot profeti alayhis salam, të vdekurin e përcjellin 3 gjëra: familjarët, pasuria dhe puna. Familjarët kthehen, pasuria ndahet ndërmjet trashëgimtarëve dhe ajo që qëndron me ty në varr, kush është? Vepra. Shikoni se do me pasurin, ndahet ndërmjet trashëgimtarëve. Ama nëse ne do të shohim nga gjërat kryesore që e largon njeriu dhe e bën të jetë jo i vëmendshëm, e bën të jetë i hutuar në lidhje me realitetin që ka kjo jetë, është pikërisht pasuria, është frika se mos po i loj kalamojt fukare, frika se mos po i loj familjarët dobët, t'ja bën një shtëpi, po t'ja bedhe i makinë, po edhe t'i rregulloj këtë, po t'ja rregulloj këtë, kur vjen puna, ndron jetë, kur vjen puna ndroni. Nuk është ndaluar diçka e tillë. Me i lë fëmijët mirë ekonomikisht, është më mirë se sa me i lën keq dobët dhe të jenë lypës nga tjerë. Por ama jo të neglizhojmë atë që është bazike, që është t'ja mësojmë atyre se na ka kriju Zoti për adhurim. T'ja mësojmë atyre se atë rrezik që ta ka shkruajtur i Madhi Zot me ardh tek ti, do të vijë dhe në gjithë dinjohet të bohat me ta hiq, nuk munden me ta hiq. Ti mësojmë njeriu se ajo që ka bën dobi tek Zoti Xhelle Xhelalu është frikë respekti tek Madhi Zot. Në lidhje me ata të cilët preokupohen dhe kanë frikë se pasardhësit nuk do të jenë rehat, nuk do të jenë mirë nga ekonomia, po i tregoj një ngjarje e cila ka ndodhur në gjeneratët e parë. Ka ndodhur në gjeneratët e parë. Kur është emëru halife Abu Ja'far al-Mansuri, është nga prinsat musliman në shtetin Abasit. Është shekulli i dytë i hijretit. Ditën që i jepet emrimi, po futet një person që kishte emrin, nëse nuk gaboj, Muqatil ibn Sulejman. Po futet tek ai dhe po i thotë më këshilla. Sa pra halifja po i thotë ti person, më këshilla me diçka. Thot atë këshilloj me diçka që e kam pa me sy apo e kam përjetu vetë. Tha me atë që ke përjetu. Atëherë tha Umar ibn Abdulaziz ka qenë princ i muslimanëve. Kur ka ndru jetë,
kanë lënë trashëgimi pasuri, kalon 18 dinar. Dhe kalon 11 djem. Pra kalon 11 fëmijë. Ndërsa një halife tjetër, që unë thot e kam përjetu, që kishte emrin Hisham ibn Abdul Malik, kur ka ndru jetë, edhe kë kalon 11 fëmijë, por amo i kalon trashëgimi se i cilit prej fëmijëve 1 milion dinar. 1 milion dinar. Fëmijët e Umar ibn Abdulazizit sa ishin? 11. Sa kishin trashëgimi? 18 dinar. Me 5 dinar, thot, blen parcelën e vorrit. Me 4 të tjera, kryen procedurët e varrimit. Jo që finansja e tjera. Procedurët e varrimit. Sa metën? 9. Kjo nda trashëgimtarëve. Dërsa thot fëmijët e Hisham ibn Abdul Malikut, se i cili prej tyre trashëgoi 1 milion dinar. Thot betohem në Allahun xhelleshan. Pra shikoni çfarë këshillë i jep te halifës. Betohem në Allahun xhelleshan, se brenda ditës kam parë, thot, njërin nga fëmijët e Umar ibn Abdulazizit duke dhënë 100 kuaj, duke dhënë pra 100 kuaj duke i dhënë sadaka. 100 apo 1000 kuaj duke i dhënë sadaka në rrugë të Zotit. Ndërsa po mbrëmje kësaj dite kam parë njërin nga fëmijët e Hisham ibn Abdul Malikut në për pazar, në për rrugicën e pazarit, duke thonë, atë keqe m'jep 100, m'jep pak, ndimam, pra duke lypë rrugëve. Subhanallah. Shikoni. Edhe ne themi, kemi frikë se po i lojnë dobët. Jo valla, trashëgimia më e fortë, më e mirë që mund t'i losh fëmijëve është t'i losh të rregull, besimtar të rregull, që i friksohen Zotit xhelleshanu, dhe pastaj atë rrezik ka shkruajti malli Zot, mjafton ta kërkojnë halal, pashat mallin Zot, do të vijë tek këto e tek ne, e tek ai që është shkruajt, edhe nëse gjithë dynjaja të mlidhet me ja pengu, kur nuk do t'ja arritin. E me që jemi tek Umar ibn Abdulaziz, po më kujtohet një ngjarje tjetër, gjatë kohës që ishte halife i muslimanëve. Goca e vogël po i shkon në shtëpi, duke qaj. Po i thot, çfarë ke o i bi? Tha, gjithë shoqet e mia kanë ble rroba të reja për Bajram nesër. Ndërsa unë, babën e kam prinjes, edhe nuk ka mundësi, ti nuk më ke ble rroba të reja, fëmijë e shkreta, po shifte shoqet. Atëherë Umar ibn Abdulaziz, mbreti muslimanëve, po shkon tek financieri i shtetit, tek ai që i jepte pagën, dhe po thot, a ke mundësi rrogën e mujt që vjen me madhon paradhonje, me qëllim se dhe unë plotësoj disa nevojat mia. Po i thot financieri, por ama me një kusht. Tha urdhëro, cili është ai kusht? Çfarë kushti ke? Tha që ti të më garantosh se do të jesh gjallë deri në fund të muajit. Ti të më garantosh se do të jesh gjallë deri në fund të muajit që vjen. Atëherë kthehet në shtëpi, i mbledh fëmijët e vet dhe po i thot, o fëmijët e mi, i kërkojnë fëmijët, çfarë ndodhi Orbad? Tha, eja t'ju tregoj. Tha, para nesh janë 2 gjëra. Ose të bëjmë durim.
dhe të kemi shpërblim xhenetit tek Zoti xhelle xhelaluhu, ose baba juaj të veproj diçka që nuk i takon ta veproj, e në këtë mënyrë meritojnë dëshkimin tek Zoti xhelle xhelal. Tha, jo bab, ne preferojmë xhenetin tek Zoti, jo, preferojmë xhenetin tek Zoti. Sepse e dinin se kjo botë është kalimtare, e sa nevojë ka shoqëria sot për prinjes të tillë, siç ishte Umar ibn Abdulaziz, apo për nënpunës të tillë besnik, siç ishte ky financieri, apo për fëmijë të mirë, të rritur me besimin dhe frikë respektin në Zotin, siç ishte familja e Umar ibn Abdulazizit dhe fëmijët e tij. Lutim të madhe Zot që të na udhëzoj fëmijët tanë, të na udhëzoj dashmit tanë, dhe të na i fali gjunahet tonë, dhe të na mundsoj të mendojmë për ahiretin. Mendojmë për ahiretin, mendojmë për xhenetin, për cilin thot profeti alayhis salam, ka gjëra që kur syu si ka pa, veshi s'ka mbiju, mendja njeriu kur ndonjëherë nuk i ka shku te këto. Ikra'u in shi'tum, lexoni nëse dëshironi, thot i madhi Zot fjalën e Allahut xhelle xhanuhu, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Nuk e di njeriu se çfarë begatie, çfarë mirësish, çfarë kënaqësish janë përgatit për të në ahiret, si shpërblim për punët e tij, për punët e tij. Aja vlen që robi ta humbi ahiretin. Aja vlen që robi ta humbi ahiretin për ca mirësi, për ca kënaqësi të përkohshme në këtë dynjë? Wallahi jo. Për njeriu në mendshëm jo. Për njeriu në mendshëm jo. Fakti që Zoti xhelle xhanu elhamdulillah na ka udhëzuar, nuk kërkon Allahu xhelle xhanu për ne që të jemi melek, që nuk gabojnë kurrë dhe me përpikmëri zbatojnë urdhrat e Zotit. Është e pamundur. Kullu bani Adama khata'un, çdo biri i Ademit është gabimtar. Por më i mirë në mesin e tyre është ai i cili pendohet dhe reflekton. Ai çka kërkohet për nesh është të pendohemi për gjunahet që kemi. Të pendohemi për mëkatet që kemi bërë. Pendim të sinqert dhe këtë pjesë në kanë ngel, në këtë jetë kalimtare, të përpiqemi që të bëjmë ato vepra të mira që na zbardhin faqen kur dalim para të Madhit Zot xhelle xhelaluhu. Njeriu do ta shfrytëzojë jetën në vepra të mira. Në vepra të mira. Do t'i shfrytëzojë mundësitë që i jep Allahu xhelle xhelaluhu në maksimum. Thot dikush nga të para tanë të mirë, nëse Allahu xhelle xhelaluhu dikujt nga ju ja e hap një derë prej dyrëve të mirësisë, le të nxitoj të futet në të, nga se ai nuk e di ku mund të mbyllet ajo derë. Ku mund të mbyllet ajo derë? Mundësitë që jepen shfrytëzoj, jetën të çdo shfrytëzoje, shëndetin shfrytëzoje, sepse nesër do dush me agjëru, por nuk mund ta agjërosh. Do dush me ardh nga shtëpia në xhami, nuk mund të vi si i smur. Pasurinë shfrytëzoje. Nesër do dush me dhon sadaka, por nuk i ke mundësitë. T'ka ik. Vleza ajo çka jep, ajo është e jotja. Ajo çka e konsumon këtu në dynja përfundon cikli i saj. Përfundon cikli i saj. Atë çka jep, shpërblimin e saj do ta gjesh tek Allahu xhelle xhelaluhu. Është transmetuar se një ditë profetit alayhis salam në shtëpinë e profetit alayhis salam është të thirrur një nga baktitë e imta, dele apo dhi. Dikush ka thënë se kjo bakti është bërë dhuratë profetit alayhis salam nga një komshi. Kur vjen pejgamberi sa po e pyet Aisha radhiyallahu anha, "O Aisha, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi me të thirrën?" Thot Aisha, "O i dërguari i Allahut, nuk ka mbetur vetëm se kjo pjesë, njëra shpatull e deles apo e dhis." Sa profeti disa pjesa tjetër e kemi ndarë. Tha profeti Alisën, e gjithë ajo që është ndarë, ajo ka mbetur, ajo është e jonja. Dërsa kjo shpatull, kjo mbaron cikli i saj, ushqehen me të dhe mbaron këtu.
Pra e jona është ajo çka japim. E jona është ajo çka japim. Të jemi prej tyre që japim para se të vinë një moment ku do dush me dhon, por nuk ke çka me dhon. Dhe shumë flitet për dhënien e tjerë. Zoti po ta kuptojmë, sikur si ishte çështja e namazit. 25 minuta apo 30 minuta në 24 orë. Dorsa për çështjen e zakatit që është gashtullot Islamit, 2.5%. Subhanallah. O ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo mirësi që keni e keni prej Zotit xheleshano. Shëndetin e keni prej Zotit, pasurinë e keni prej Zotit, fëmijët e keni prej Zotit, gjithçka e keni prej të Madhit Zot. E Allahu xhelexhela kërkon falënderim. Duke thonë elhamdulillah që mi ke dhënë gjithë këto të mira, o Allah. Por njëkohësisht ka dhënë disa detyrime në këto begati dhe mirësi që të ka dhënë. Na ka obliguar disa gjëra, çështjen e zakatit. 2.5%. Thot Allahu xheleshano, gjithë pasurinë që ke ta gëzosh është e jotja. Ama 2.5% duhet me pastru pasurinë, me pastru vetën tënde nga kopratësia, nga lakmia e tepërt, dhe i takon të varfërve, i takon të ngratëve, i takon bërgjlive, i takon atyre që janë duke u përpjek në rrugën e Zotit xheleshano, i takon udhëtarit. Pra janë 8 kategori që Allahu xheleshano i ka përmend Kur'an. 2.5%. Që do të thotë, nëse ke 10 milion lekë dhe presupozojmë që futet brenda kapitalit që duhet posedosh për një vit në nda zakat, në 10 milion duhet ndash 250.000 lekë vjetër. 250.000 lekë vjetër. Kur gjë që mund t'ja japësh në rrethin tënd familjar, atij që është dobët, që është në borxhe, ka një hallë një telas, kaq kërkon. Mund të kesh 100 milion lekë. Sa duhet me dhon? 2 milion just vjetër, 250.000 lekë të reja. Kur gjë. E Zoti xheleshano nuk ka nevojë për këto. As që ne të ngrihemi me fal 5 kohët, as që ne të ndajmë zakatin, por jemi ne që kemi nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Nëse ne do të shohim gjeneratët e para, cilët u edukuan në shkollën e profetit alayhi salatu wasalam me mësimet e Kur'anit, wallahi për ta kishte rëndësi mjaft ahireti, kishte rëndësi mjaft fitimi i xhenetit tek Zoti xhelel xhelal. Është transmetuar se në betejën e Bedrit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po i thot shokëve të vet. Në momentin që unë do t'ju jap shej, pra do t'ju urdhëroj, atëherë do të filloj betejë. Deri në atë moment qëndroni. Kur vjen momenti, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kumu ila jannatin arduha ka ardi as-samai wal ard. Ngrihuni për me fitu xhenetin, gjërësia e cilit është sa gjërësia ndërmjet qiellit dhe tokës. Njëri nga sahabët që ishte i pranishëm, e kishte emrin Umeir ibn Humam. Po i thot, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, vërtet xheneti është kaq i madh, gjërësia e tij është sa gjërësia ndërmjet qiellit dhe tokës? Tha profeti alayhis salam, po. Tha, beh. Wa. Tha pejgamberi, pse po thu kështu? Ç'të shtyu të thush në këtë mënyrë? Tha kur gjë, vetëm se dëshira që t'jem njëri për xhenetlive. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ti do t'jesh prej tyre. Unë ngrit, luftoj bashkë me muslimanët, me idhujtarët e Mekës që kishin ardhur me vrap pejgamberin alayhi salam dhe sahabët dhe me shujt dritën e Zotit xheleshanu dhe ndron jetë si dëshmor në Bedër. Ndron jetë si dëshmor në Bedër. Po shembuj të tillë ka me dhjetra. Nëse do të shohim jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në momentin që i vinte mundësia, e shfrytëzonte. Dhe ne po na vjen një mundësi e madhe që është pjesë e jetës sonë, pjesë e kësaj jete. Kjo është muaji begat i Ramazanit.
ditët e tij janë të numëruara. Profeti Alisemi përgëzonte shokët e tij kur vinte Ramazani. Ne si sot i javë do të jemi nëse nuk gabojmë ditën e dytë të Ramazanit. Fillon? Tetën, pra do jemi ditën e tretë, jemi këtë Taravih e 4 në këtë moment. Ditët e agjërimit janë numëruara. Çfarë do të bëjmë? Si do ta shfrytëzojmë ne këtë muaj? A do të jemi prej tyre që do ta shfrytëzojmë maksimum në adhurim, siç është agjërimi ditën, namazi natën, leximi i Kuranit, përgatitja e iftarit para agjëruesit, kërkimi i notës kadrit në adhurim, apo itikafi në 10 netët e fundit. A do të jemi prej tyre që do të shfrytëzojmë ajo? Mos harrojmë thonjën e profetit alayhis salam, i cili thotë si fund: La tazulu qadamu abdin yawm al-qiyamah, nuk do të lëviz këmba njeriu në ditën e Kiametit derisa të pyetet për 4 gjëra. Në një transmetim për 5 gjëra. Ku i ka kalu jetën e vet? Ku i ka kalu rinin e tij? Ku e ka fitu dhe ku e ka harxhu pasurinë e tij? Dhe çfarë ka punu me diturinë e tij? Çfarë ka punu me diturinë e tij? Ne lutim Allahun xhelle sha'nuhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera, që siç na ka bashkuar sonte këtu në xhami, na bashkojnë në xhenetet e larta. Lutim Allahun subhanahu wa taala na bëj prej tyre që e njohin të mirën dhe e punojnë atë. E njohin të kotën dhe distancohen prej saj. E lutim të madhin Zot që të na bëjë besimtar të mirë, drejtë dhe sinqert. Na i fali gjunahet tona, na bëjë prej tyre që pendohen për mëkatet që kanë bërë. E lutim të madhin Zot na i mundsoj që t'ja arrijmë muajin e Ramazanit. Ta shfrytëzojmë atë në vepra të hajrit dhe dalim nga ky muaj me gjunahet falur. E lutim të madhin Zot që ato të cilët janë sprovuar me smundje, Allahu t'i shëron. Ata që kanë ndruar jetë nga të vdekurit tanë, Allahu t'i mëshiron. Ata të cilët kanë halle, kanë brenga, Allahu t'ia lehtëson, ja Rabbel Alamin, dhe siç jemi këtu në xhami, në xhenet na bashkoi Allahu xhelle xhelaluhu, me të vërteta është këtë fuqishëm. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Edhe një herë, Allahu ja shpërbleft me të mira.